Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30, Sure El Inshirah, zbritur në Mekë, ajete 8. Përmbajtja e sures El Inshirah. Kjo sure është e njohur sepse ka zbritur pas sures Ad-Duha, por mbajtja e saj miraton gjithashtu këtë çështje sepse në këtë sure citohet një pjesë e mirësive të Allahut të madhëruar dhënë profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Në të vërtetë, 3 nga mirësitë e mëdha janë cituar në surën Ad-Duha dhe 3 prej tyre janë cituar në surën El Inshirah. Kur folëm për mirësitë e mësipërme në surën Duha, pam se disa prej tyre ishin materiale dhe disa ishin shpirtërore, ndërkohë që 3 mirësitë e kësaj sureje janë shpirtërore. Kjo sure është ndarë në 3 çështje. Së pari paraqet 3 mirësitë. Së dyti flet për shpalljen që i është bërë profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, largimin e problemeve si dhe për ftesën që do të bëjë profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij në të ardhmen. Së treti vëmendja që i kushtohet Allahut, 1 nxitjes për afrim në adhurim dhe bekim. Për këtë arsye në transmetimet e Ehlibejtit, paqja e Zotit qoftë mbi ta, sikurse kemi përmendur edhe më parë, këto 2 sure konsiderohen si një sure e vetme, ndaj edhe kur ato recitohen në namaz, i recitojmë të dyja që të përllogaritet një sure. Disa nga ehli suneti janë të mendimit se ky mendim qëndron, edhe pse Fahri Raziu e ka marrë mendimin nga Tavusi dhe Omer ibn Abdulazizi e ka transmetuar këtë gjë. Ata thoshin se këto 2 sure janë një dhe në rekatet e namazit recitohen të dyja. Bismillahi 2 nuk lexohet. Është për tu habitur që Fahri Raziu pasi e ka cituar fjalën e atyre që mendojnë se kjo sure është një sure e vetme, më pas thotë se kjo fjalë nuk është e drejtë sepse përmendja e saj është e ndryshme nga tjetra. Kur ka zbritur kjo sure, sepse përmbajtja e saj është e ndryshme nga tjetra. Kur ka zbritur kjo sure, profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ishte i zemëruar nga jo besimtarët dhe ishte në ankth. Ndërkohë që kur zbret surja El Inshirah, profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ishte i gëzuar dhe i lumtur, atëherë si mund të mblidhen këto të dyja bashk? Ky argument duket i çuditshëm sepse të 2 suret flasin për jetën e kaluar të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe këto ngjarje thuhen kur profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, kishte kaluar shumë nga problemet dhe zemra e tij ishte e mbushur me shpresë dhe gëzim, që të 2 suret flasin për dhuratat dhe mirësitë e Allahut. Gjithashtu ato rikujtojnë atë çka është thënë edhe më parë, këtë e bëjnë për ta ngushëlluar dhe për t'i dhënë sa më shumë shpresë profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Gjithsesi, bashkimi i këtyre 2 sureve me njëra tjetrën nuk është ndonjë gjë për të pasur dyshim dhe frikë, sepse të ngjashme me këto sure shikojmë edhe në surën Fil dhe në surën Quraysh, surja El Inshirah ka zbritur në Mekë. Por duke u bazuar në ajetin, ne ngritëm lart emrin tënd, komentuesit janë të mendimit se ka zbritur në Medinë kur melodia e fesë islame kishte marrë gjithë vendin. Ky argument nuk është bindës, sepse profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, pavarësisht problemeve që kishte në Mekë, kishte ngritur zërin e së fesë islame dhe në të gjitha vendet flitej për profecinë e tij dhe ftesa e tij ekzistonte. Nëpërmjet grupeve të grumbulluara çdo vit për të kryer haxhin, kjo ftesë dhe kjo melodi kishte kapërcyer edhe në vendet e tjera si Hijazi dhe në veçanti në Medinë. Mirësitë e leximit të sures El Inshirah. Por mirësitë e leximit të kësaj sureje, profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë, ai që e lexon këtë sure do të marrë mirësitë atij njeriu që e ka parë profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, të hidhëruar dhe hidhërimi i profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i është ngulur në zemër. Ajetet nga 1 deri te ajeti 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Vallë, a nuk ta hapëm ty Muhammed kraharorin për të pranuar besimin, dhe ta hoqëm barën, e cila ta rëndonte tepër kurizin, dhe ta ngritëm lart emrin. Me të vërtet pas vështirësisë vjen lehtësimi. Me të vërtet pas vështirësisë vjen lehtësimi. Prandaj, kur të çlirohesh nga punët të ndryshme, përpiqu fort në adhurim dhe vetëm ndaj Zotit tënd përkushtohu. Komentimi.
mirësitë e Allahut. Tingulli i ajeteve është i përzier me mirësinë, dashurinë e jashtëzakonshme të Allahut, me ngushëllimin dhe dhënien forcë profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Në ajetin e parë të surës hasim dashurinë më të rëndësishme të Allahut, vallë a nuk ta hapëm ty Muhammed kraharorin për të pranuar besimin. Fjala ash-sharh vjen nga rrënja e fjalës sharh dhe sipas Ragibit në librin Mufredat ka kuptimin zhvilloj. Më pas shton se kuptimi i fjalës sadr është përhapja e saj nëpërmjet dritës hyjnore si dhe qetësisë shpirtërore që Zoti na ka dhënë. Më pas thotë komentosh dhe shpjegosh problemet të folurit dhe fjalës në kuptimin e zhvillimit të saj dhe shpjegimi i kuptimeve të fshehta, gjithsesi nuk ka dyshim se qëllimi i përdorimit të fjalës sharhu sadr në këtë rast ka kuptimin e pseudonimit, e cila është një këshill për shpirtin dhe mendjen e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Kjo këshill mund të ketë kuptim të gjerë që përfshin në të edhe gjerësinë edhe thellësinë e dijes së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, nëpërmjet rrugës së shpalljes, duke folur për gjerësinë dhe thellësinë e durimit dhe të qëndresës së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, përballë kokëfortësisë së kundërshtarëve dhe të armiqve. Kur profetit Musa, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju dha misioni për të ftuar faraonin në fe, pasi ai ishte arrogant dhe menjëherë i kërkoi ndihmë Allahut, o Zoti im, zgjeroma kraharorin tim, lehtësoma punën time. Në një tjetër vend i bëhet thirrje profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, prandaj duro për gjykimin e Zotit tënd dhe mos u bëj si njeriu i peshkut, Yunusi, paqja e Zotit qoftë mbi të, kur ju lut Zotit të vet i dëshpëruar në barkun e balenës. Tani që punët shkuan kështu, prit urdhrin e Allahut, qëndro dhe bëj durime, mos u bëj si Yunusi, paqja e Zotit qoftë mbi të, që pasi humbi durimin u zhyt në probleme. Fjala sharhu sadr, që ka kuptimin zgjerom kraharorin, është vendosur përballë fjalës dayiqus sadr, ngushtim i kraharorit. Sikurse lexojmë edhe në ajetin 97 të surës Hijr, ne e dim mirë që ty të ngushtohet zemra nga fjalët e tyre. Në parim asnjë prej udhëheqësve të mëdhenj nuk mund t'u dalë ballë problemeve nëse nuk e ka kraharorin e zgjeruar. Dhe për ata që kanë mision të madh, sikurse është profecia dhe dërgesa, si e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, zgjerimi i kraharorit duhet të jetë i madh, nuk duhet që tufanet t'i prishin qetësinë shpirtërore, nuk duhet që me ta ulin atë në gjunjë, gjithashtu nuk duhet që punët e liga të armiqve ta zhgënjejnë edhe ta lënë të pashpresë. Pyetjet e vështira nuk duhet ta lënë atë në vështirësi apo të ngushtuar. Kjo pra është dhurata më e madhe hyjnore që i është bërë të dërguarit të Allahut, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, transmetohet: unë dëshirova nga Zoti im diçka të cilën do të kisha dëshirë të mos e kisha dëshiruar, ju luta Zotit tim, o Zoti im, disa profetëve para meje u ke vënë në dispozicion erën, disa prej tyre ringjallnin të vdekurit. Po ti, a nuk ishe jetim dhe ne të mbrojtëm? Më tha Allahu i madhëruar, po, ju përgjigja. A nuk ishe i humbur dhe ne të udhëzuam? Po, Zoti im. A nuk e hapëm gjoksin tënd dhe e pastruam nga gjithçka? Po, Zoti im. Kjo gjë tregon se mirësia e zgjerimit të gjoksit që u tha më lart është prej mrekullive të Allahut që u janë dhënë profetëve, dhe nëse dikush do të studionte me saktësi gjendjen e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, si dhe peshën e zgjerimit të kraharorit përgjatë ndodhive të jetës së tij, do të shikojë se ka pasur një jetë të vështirë dhe me plot peripeci. Të gjitha këto ngjarje nuk mund të ndodhin në një gjendje të natyrshme. Ky është një përcaktim hyjnor. Për këtë rast, disa komentues janë të mendimit se tokfjalëshi shahr sadr, zgjerimi i kraharorit, tregon ngjarjen që i ka ndodhur profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, përgjatë rinisë së tij, kur engjëjt e Allahut të madhëruar i hapën kraharorin. Profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i nxorën zemrën, e kanë pastruar atë dhe e kanë mbushur atë me dije dhe me mirësi. Duket se qëllimi nuk është për zemrën që ne kemi në trup, por e gjitha kjo është për afërsi ose tregues i ndihmës hyjnore nga ana shpirtërore, sepse i ka përforcuar vullnetin e profecisë duke pastruar atë nga çdo lloj mangësie morale apo vezvesi. Por ne nuk kemi asnjë argument të themi se ajeti për cilin po flasim tregon në veçanti këtë ngjarje, por ka një kuptim më të gjerë dhe mund themi se ka përqasje me këtë tregim.
Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për shkak të zgjerimit të kraharorit që i është bërë, ka arritur të zgjidhë të gjitha problemet në mënyrën më të përsosur dhe të kryej detyrën e tij si profet. Më tej citon një tjetër dashuri prej dashurive të mëdha të Allahut ndaj profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe ta hoqëm barën. A nuk të larguam ty një barë shumë të rëndë, të hoqëm nga supet atë barë dhe ngarkesë që të rëndonte shumë në kurizin tënd, e cila ta rëndonte tepër kurizin. Fjala wizrak në fjalor ka kuptimin rëndesë dhe fjala wezir është e lidhur me këtë kuptim sepse veziri, ministri, mbante mbi supe barën e rëndë të udhëheqësit. Gjithashtu edhe mëkatet i quajnë wezr sepse është barë e rëndë në supet e njeriut. Fjala enqad vjen nga rënja e fjalës naqada dhe ka kuptimin zgjidhje e nyjes së litarit, ndarje një pjese që është ngjitur në një ndërtesë. Entaqada i thuhet zhurmës që shkaktohet si pasojë e shembjes së pjesëve të një ndërtese, gjithashtu kjo fjalë përdoret kur thyhet një premtim dhe thuhet filan person theu premtimin. Kështu ajeti më sipër thot Allahu e largoi nga ti atë barë të rëndë, po cila ishte kjo ngarkesë e rëndë që Allahu e largoi nga supet e profetit të tij. Përmbledhja e ajeteve tregon më së miri se bëhet fjalë për problemet të dërgesës dhe të profecisë, për ftesën drejt njëshmërisë dhe largimit e zhdukjes së korrupsionit nga vendi. Jo vetëm profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, por të gjithë profetët në fillimin e ftesës së tyre janë përballur me të tilla probleme. Ata kanë dalë fitimtar nga të tilla probleme vetëm me ndihmën e Allahut, por gjendja dhe kushtet që e rrethonin profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, në shumë raste kanë qenë më të vështira dhe më të rënda. Disa komentues të tjerë janë të mendimit se fjala wezr ka kuptimin barë e rëndë e shpalljes në fillim të zbritjes. Disa të tjerë janë të mendimit se ka të bëjë me poshtërimin pa udhësinë dhe kokforcinë e jo besimtarëve. Gjithashtu të tjerë komentues janë të mendimit se ka të bëjë me ngacmimet dhe mërzitjen e jashtëzakonshme që jo besimtarët kryenin. Të tjerë komentues janë të mendimit dhe kanë komentuar se ka të bëjë me trishtimin dhe dhimbjen që i shkaktoi profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, Ebu Talibi dhe bashkëshortja e tij Hatixheja. Të tjerë komentuan me çështjen e pastërtisë dhe të dëlirësisë së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, si dhe me pastërtinë nga mëkatet. Por duket se komentimi i parë është më i përshtatshëm nga të gjitha komentimet, por këto komentime përllogëriten si deg dhe gjethe për të. Kur flet për dashurinë e tretë thot dhe ta ngritëm lart emrin. Ne ngritëm lart emrin tënd. Emri profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, së bashku me fen islame dhe me emrin e Kuranit, kanë marrë dhën, më mirë se emri profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, përmendet së bashku me emrin e Allahut çdo ditë, 5 vakte kur thirret ezani. Në ezan dëshmohet për profecinë e tij, në krah të dëshmisë për Zotin 1. Kjo gjë tregon arsyen e pranimit të kësaj feje të pastër. Ku ka krenarim më të mirë se kaq, ku ka post më të mirë dhe më të lartë nga ky, as që përfytyrohet një post i tillë. Në një hadith të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për komentim të këtij ajeti lexojmë: Xhibrili më tha mua, Allahu i lartësuar thot, kur të përmendet emri im, do të përmendet edhe emri yt, së bashku me emrin tim. Kjo gjë është mjaftueshme për madhështinë e postit tënd. Interpretimi me fjalën leke për ty është përforcim për ngritjen e emrit të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, sepse pavarësisht kurtheve dhe sabotimeve që i bënin armiqt, ai u ngrit lart e më lartë. Në këtë rast lind pyetja, kjo sure ka zbritur në Mekë, ndërkohë që përhapja e fesë islame, zgjidhja e problemeve të profecisë, largimi i barës së rëndë nga supet e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe ngritja e emrit të tij ka ndodhur në Medinë. Si shpjegohet kjo gjë? Disa komentues janë përgjigjur se bëhet fjalë për ftesën që i është bërë vet profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe që i ka hequr nga zemra barën e trishtimit dhe të hidhërimit nga zemra. Por vërteta dhe e drejta është se një pjesë e këtyre çështjeve ka ndodhur në Mekë, veçanërisht në fund të periudhës 13 vjeçare, kur profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ishte i angazhuar në Mekë duke i ftuar njerëzit në fen islame. Besimi i disave kishte ndikuar në zemrën e shumë personave dhe problemet po ashtu, në krahasim me më parë, vinin duke u paksuar. Emri dhe zëri i profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, po dëgjohej anë kënd dhe në këtë mënyrë ishte bërë gati rruga për një fitore të madhe.
Është për tu habitur që poeti i madh Hasan ibn Thabit, duke u bazuar në këtë ajet, thur një poezi për profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, por mbledhja e poezisë është: Allahu e ka bashkangjitur emrin e profetit me emrin e tij, në kohën që muezini thërret 5 herë ezanin duke thënë se dëshmoj, e atij i ka ndar emrin nga emri i tij që ta lartësoj atë. Sunduesi i Arshit është merituesi i lavdërimit dhe ky është i lavdëruari, Muhamedi. Në ajetin në vazhdim Allahu i madhëruari jep lajmin më të mirë profetit të tij duke i shtuar shpresën dhe duke i gëzuar zemrën, me të vërtet pas vështirësisë vjen lehtësimi. Allahu i madhëruari thotë të dërguarit të tij të mos shqetësohet dhe të mos trishtohet sepse vetëm në këtë mënyrë vështirësitë dhe problemet largohen. Sabotimet armiqve nuk do të vazhdojnë përgjithmonë, po ashtu edhe privimet materiale dhe problemet ekonomike si dhe varfëria e myslimanëve nuk do të jetë gjithmonë kështu. Ai që do të jetë i duruar ndaj problemeve dhe vështirësive që do të hasë gjatë jetës në fund do të dalë i fituar sepse një ditë do të shijojë shijen e durimit ndaj vështirësive dhe problemeve si dhe guximin për të përballur me vështirësitë, ditën që zëri i armiku do të shuhet dhe ditën që sabotimet e tij do të jenë pa ngjyrë, zhvillimi dhe përsosmëria do të dalë në pah, në këtë ditë do të jetë më e lehtë që të arrihet rruga e drejtë. Edhe pse disa komentues këtë ajet e kanë cilësuar si shenjë të varfërisë së përgjithshme të myslimanëve në fillim të Islamit, duket qartë se kuptimi i ajeteve përfshin të gjitha problemet. Këto dy ajete janë cilësuar në mënyrë të tillë që të mos i përshtaten vetëm personalitetit të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij dhe kohës së tij, por ato janë cituar si një formulë e përgjithshme në mënyrë të tillë që të analizohet kjo çështje përgjatë diskutimeve të mëparshme. Kështu të gjithë besimtarët e sinqertë dhe të pastër, të cilët përpiqen për mirë do të kenë shpërblimin e tyre, lehtësimi pas vështirësisë. Po kështu ndodh, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Këto të dy gjithmonë kanë qëndruar bashkë dhe ashtu do të qëndrojnë gjithnjë. Kjo është shpresa dhe premtimi që na jep Zoti, me këtë shpresë zemrat marrin dritë dhe forcë përfitore. Në këtë mënyrë largohet nga zemra dhe shpirti i njeriu pluhuri i dëshpërimit. Në një hadith të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, thuhet: se pas vështirësisë vjen lehtësimi, me durimin vjen fitoria dhe me trishtimin vjen gëzimi dhe lumturia. Në një hadith të prijesit të besimtarëve, Ali ibn Abu Talibit, paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë: një grua u ankua pranë tij për bashkëshortin e saj se nuk i jep asgjë. Imam Aliu pa që bashkëshorti i saj ishte në vështirësi dhe nuk kishte mundësi t'i falte apo t'i blinte bashkëshortes së tij dhe për ta shpëtuar atë nga burgu, ju përgjigj gruas që po denonconte bashkëshortin me këtë fjalë: pas vështirësisë vjen lehtësimi. Kështu e ftoi gruan që të kishte durim me bashkëshortin e saj. Më pas në ajetet e fundit të kësaj sureje, Allahu i madhëruar thot: prandaj kur të çlirohesh nga punët të ndryshme, përpiqu fort në adhurim, pasi të largohesh nga një punë e rëndësishme, nis një tjetër punë të rëndësishme. Asnjëherë mos qëndro pa bërë gjë, përpiqu gjithmonë dhe kur mbaron një punë, nis një tjetër edhe më të rëndësishme. Përgjatë gjithë punëve që kryen mbështetu tek Allahu i madhëruar, kërkoj edhe lype kënaqësinë e Allahut gjithmonë dhe vrapo për tek ai dhe vetëm ndaj Zotit tënd përkushtohu. Në përputhje me atë që u tha më lart, ajeti ka kuptim të gjerë, duke përfshirë përfundimin dhe lirimin nga një punë dhe duke kërkuar një tjetër më të rëndësishme. Këtu këshillohemi që të përpiqemi për t'u afruar me krijuesin ton. Disa komentues këtij ajeti kanë bërë një komentim të ngushtë, duke e kufizuar se kur të mbaroni namazin e detyruar, nisi bëj dua dhe kërko nga Allahu, sepse çfarë do të kërkosh, do ta marrësh. Të tjerë e kanë komentuar kështu: kur mbaron namazin e detyruar, nisi bëj namazet e pëlqyera, ose në kohën që mbaron punët e kësaj dynjaje, nisi fillo punët për botën e përtejme, pra nisi bëj namazet, ose pasi të mbarosh detyrimet, kushtoj vëmendje edhe punëve të pëlqyera që Allahu të ka urdhëruar, ose në kohën që largohesh nga lufta me armikun, nisi krye adhurimin, ose në kohën që mbaron luftën me armikun, nis luftën me egon tënde, ose në kohën që mbarove punë me shlyerjen e detyrimit të dërguarit të Allahut, nisi kërkon ndërmjetësimin, shefaatin. Në transmetime të ndryshme që dietari i njohur i Ehli Sunnetit Hakim Heskani ka sjell në librin e tij Shawahidut Tenzil nga Imam Sadiku, paqja e Zotit qoftë mbi të, ku thot në komentim të ajetit se kuptimi i tij është: kur të lirohesh, caktoj Aliun si prijes. Kurtubiu në tefsirin e tij ka transmetuar se kuptimi i ajetit është: kur të lirohesh, caktoj imamin pasteje që të zëvendësoj ty. Edhe pse e ka cituar vetë këtë kuptim, nuk e ka pranuar. Duke u bazuar në faktin që në ajetin e shenjtë nuk është përcaktuar çështja e lirimit dhe duke parë që fjala fansab vjen nga rënja neseb, që ka kuptimin temperaturë dhe vështirësi, atëherë ajeti shpjegon diçka kryesore dhe të përgjithshme. Qëllimi i ajetit është që profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ta marrë si shembull, duke thënë se pas përfundimit të një pune mos u qetëso, por nis një punë tjetër edhe më të rëndësishme që përpjekja jote të jetë e vazhdueshme për gjatë jetës.
Duke marrë parasysh edhe këtë kuptim, shihet se të gjitha kuptimet janë të qarta dhe të drejta, por secila duhet të merret më vete. Sa program ndikues dhe të gjallë ka vendosur për ne krijuesi për të mos rënë në dembelizëm, sepse sekreti i fitores është përsosmëria. Në parim papunësia dhe largimi i përhershëm nga një punë bëhet shkak i lodhjes dhe i mospasjes së energjisë së duhur, të cilat janë shkaqe të korrupsionit dhe të mëkatit. Sido që tjetë, kjo sure tregon se Allahu i Madhëruar ka një vëmendje të veçantë jo vetëm ndaj profetit të tij, por për gjithë njerëzit, atyre që duan rrugën e drejtë. Hulumtim. Sikurse u citua edhe më lart në transmetime të ndryshme për sa i përket qëllimit të ajetit, thuhet se prandaj kur të çlirohesh nga punët të ndryshme përpiqu fort në adhurim, si shembull i shpjegimit të zhvendosjes e prijesit të besimtarëve Ali ibn Abu Talibit, paqja e Zotit qoftë mbi të në pushtet pas përfundimit të profecisë së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Alusi në librin Ruhul Maani pasi transmeton këtë mendim, thotë se disa imam janë të mendimit se fjala fansab është lexuar me zanoren kesra, i shkronja sad, dhe nëse hamendsohet se është kështu si thon ata, kjo gjë nuk është argument se ka për qëllim vendosjen e Ali ibn Abu Talibit, paqja e Zotit qoftë mbi të. Ndaj më poshtë transmeton nga Zamakhsheri në librin Keshaf se nëse për shiit do të ishte i mundur një transmetim i tillë, atëherë armiqtë e Imam Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, mund ta marrin fjalën neseb me kuptimin urrejtje për Ali ibn Abu Talibin. Fjala insab me zanoren e të shkronja sad merr kuptimin grindje dhe luftë, ndërkohë që insib me zanoren i të shkronja sad ka kuptimin urdhëroj për të vendosur, ngre lart dhe qëndroj lart. Këta komentues menduan se shiitët e ndryshojnë zanorin kur e lexojnë ajetin për ta marrë atë si argument për vilajetin, udhëheqjen e Imam Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, ndërkohë që nuk është ashtu. Kurrë nuk është i nevojshëm një transmetim i tillë, por një lexim i tillë është i njohur dhe i mjaftueshëm për komentimin e lartë përmendur, sepse thuhet që pasi lirohesh nga një punë e rëndësishme sikurse është profecia, nis një tjetër punë të rëndësishme sikurse është caktimi i zëvendësit, vilajeti. Kjo gjë është marrë si shembull që është plotësisht i pranueshëm. Ne e dimë se profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, në bazë të hadithit të njohur të Gadir Humit, si dhe shumë hadithe të tjera që janë transmetuar në librat e dietarëve mysliman, përpjekjet dhe mundimet e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, kanë qenë të vazhdueshme për sa i përket kësaj fushë. Por së gjë e keq është kjo, që një dietar sikurse është Zamakhsheri, i cili e pranon Imam Aliun, paqja e Zotit qoftë mbi të, si udhëheqësin e katërt të myslimanëve dhe si zëvendës të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i jep leje vetes së tij që thotë se nasibët kanë të drejtë që këtë ajet ta komentojnë me kuptimin urrejtje për Ali ibn Abu Talibin, paqja e Zotit qoftë mbi të, sa interpretim vulgar dhe i keq nga një komentues i tillë. Dietari i njohur Mu'tazilit Ibn Ebi Hadidi në komentimin e Nehjul Balaghas transmeton nga Zubair ibn Bekar që sipas tij nuk ishte as shiit, as nuk kishte armiqësi me Muawiyen, por ishte larguar nga Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, dhe ishte bashkuar me kundërshtarët e Imam Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të. Transmetohet nga djali Mughira ibn Shube se babai fliste shumë për arsyen dhe logjikën e Muawiyes, ai admironte mënyrën e të menduarit të tij, por një natë prej netësh babai u kthye shumë i mërzitur dhe i trishtuar nga Muawiya. Kuptova se kishte diçka shumë e rëndësishme që ishte i trishtuar, e pyeta dhe po fliste keq për Muawiyen. I thash se cili ishte shkaku i mërzitjes nga ai, mu përgjigji sonte. Isha vetëm për vetëm me të, i thash ti i arrite qëllime dhe postet që ke dëshiruar, tani përpiqu për drejtësi dhe për të zgjeruar sa më shumë mirësitë, sepse edhe mosha po të shkon drejt plakjes. Në lidhje me Beni Hashimët, sillu mirë sepse ata nuk konsiderohen më kërcënim për ty, dhe kjo gjë është një arsye mirë që ti të mbahesh mend për mirë. Ai u përgjigj, mirë, çfarë emri do të më mbetet mua? Khalifi i parë dhe i dytë punuan, po çemër mbeti prej tyre. Por ti, o i shkret, Ibn Ebi Kebshe, shiko Muhammedin, emri i tij këndohet çdo ditë 5 herë duke thënë Eshhedu enne Muhammedun Rasulullah. Pra ç'punë dhe ç'vepër do të më mbetet pas mua? Jo për Zotin, kjo gjendje duhet rrëzuar dhe emri i profetit të zhduket. Por Allahu ka dashur që këtë emër ta ngrej lart në të gjithë botën dhe në të gjitha historitë, ta pëlqejnë apo të mos e pëlqejnë të tjerët. O Allah, pastroje zemrën ton nga egoja dhe dashuria për egon dhe bëj që dashuria jote pafund të na përfshine. O Allah, ti na ke premtuar vet se pas çdo vështirësie vjen lehtësimi, bëj që myslimanët e ditëve të sotme të lehtësohen nga këto probleme që vijnë nga armiqtë e Islamit. O Allah, mirësitë dhe dhuratat e tua shtoj për ne dhe na bëj prej falëndëruesve. Amin ya rabbal alamin.